Klubi i Beshiktasit ka publikuar në rrjetet sociale një video të shkurtër të Kristian Aslanit ku ai prezantohet para tifozëve të tij të rinj me fraza motivuese. Duke folur në italisht dhe jo në shqip, mesfueshori ka thënë disa fjali të cilat lidhin faktin se ai është shqiptar me simbolin e këtij klubi, që është shqiponja. Kam lindur shqiponj dhe është në gjakun tim. Një shqiponj nuk të riqet kurrë mbrapa dhe unë do e tregoj. I lindur për të fluturuar dhe i krijuar për të luftuar. Asnjë frikë, asnjë justifikim. Vetëm zemër, përqendrim maksimal. I lindur shqiponj, gjithmonë shqiponj. Janë fjalët e Aslanit në videon e publikuar nga Beshiktashi. Klubi i Beshiktasit ka bërë zyrtar transferimin e Kristian Aslanit në radhët e tij me formulën e huazimit deri në fund të sezonit nga Interi me të drejtën e blerjes përfundimtare, siç bëri të ditur edhe në komunikatën zyrtare. Mirë se erdhe te Beshiktashi Kristian Aslani. Një marrëveshje është arritur me Interin për transferimin e përkohshëm të futbollistit Kristian Aslani deri në fund të sezonit 2025-2026. Marrëveshja përfshin një opsion që klubi ynë ta blejë atë. Ne i urojmë Kristian Aslanit sukses me fanellën tonë të lavdishme dhe informojmë publikun për të, shkruhej në njoftimin e klubit turk shoqëruar me fotot e momentit të firmës të futbollistit të kombëtares shqiptare. Ndërkohë edhe Torino ka njoftuar largimin e Kristian Aslanit që pritet të zyrtarizohet te Beshiktashi. Klubi italian e kishte huazuar deri në fundin e sezonit nga Interi, megjithatë pas muajit dhjetor doli jashtë planeve të trajnerit Marco Baroni. Ishte parashikuar që Aslani ta mbyllte sezonin me Torino në Serie A. Tashmë mesfueshori kombëtares do të shikohet për herë të parë në një kampionat jashtë Italisë. Njoftimi i Torinos. Torino njofton se ka përfunduar transferimin e përkohshëm të Kristian Aslanit me Interin. Torino përshëndet Kristianin dhe i uron gjithë të mirat në të ardhmen, shkruan klubi i Torinos. Kristian Aslani pra është pjesë e Beshiktashit pasi klubi turk ka nisur procedurën e regjistrimit të tij të menjëhershëm në Federatën Turke të Futbollit. Lojtari udhëtoi në orët e para të mëngjesit drejt Stambollit, kreu vizitat mjekësore dhe bëri dhe fotot e rastit me fanellën e klubit turk, por për regjistrimin e tij duhet mbyllur ana burokratike pasi fillimisht duhet ndërprer huazimin nga Torino e pastaj Interi duhet të lejojë transferimin te klubi turk. Megjithatë, mediat turke bëjnë të ditur se Beshiktashi ka bërë gjërat gati dhe ka lajmëruar zyrtarisht se Aslani do të jetë pjesë e ekipit në vijimin e sezonit në mënyrë që pritet që ai të regjistrohet menjëherë sapo të mbërrijë dokumentacioni. Kësaj Aslani do të bëhet pjesë e klubit turk që në ndeshjen e nesërme atë që Beshiktashi luan në Stamboll kundër Konyasporit.